Aktori dhe këngëtari i njohur Olsi Bylyku ka folur për herë të parë publikisht rreth ish partneres së tij Egli Takos, e cila aktualisht është pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në një intervistë, ai shprehu respekt dhe mirënjohje për Eglin, duke i uruar asaj fitore në këtë spektakël. Megjithatë, Olsi shprehu shqetësimin se, ndërsa vëmendja është përqendruar tek marrëdhënia e tij e kaluar me Eglin, nuk ka pasur komente apo vlerësime për partneren e tij aktuale, e cila ka treguar durim dhe mirëkuptim gjatë kësaj periudhe. Ai theksoi se është mirënjohës për mbështetjen e saj dhe se dëshiron t'i shprehë personalisht këtë mirënjohje. Ajo që më ka shqetësuar është që nuk ka patur një koment për një partnere që unë kam në shtëpi dhe duron gjithë këto gjërat. Gjithmonë kemi ndaluar tek ajo ishte historia ime, që unë në fakt e kam patur 19 vjeç, dhe kam shumë respekt dhe mirënjohje për atë gocë absolute dhe e uroj fitore në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, deklaroi ai. Kujtojmë se Egli dhe Olsi kanë pasur një lidhje disa vjeçare, për të cilën aktori ka folur dhe më herët, duke cilësuar se një marrëdhënie të ndërlikuar dhe duke pranuar se ndoshta janë cituar në vendimet e tyre. Ndërkohë pjesëmarrja e Eglit në shtëpinë e famshme ka sjellë sërish në vëmendje historinë e tyre të mëparshme, ndërsa Olsi vazhdon të mbështesë ish partnerin e tij duke i uruar suksesin në këtë eksperiencë.